Dhënia e barnave pa recetë mjekësore është shndruar në një praktikë të zakonshme në shumë banatore të vendit. Për ta vërtetuar këtë, ekipi kohës i ka vizituar disa barnatore në kryeqytet për të verifikuar nëse barnat me recetë jepen edhe pa të. Në njërën prej tyre, ekipi ka kërkuar një antibiotik me dozë 500 mg, i cili sipas ligjit nuk lejohet të lëshohet pa përshkrim mjekësor. Edhe pse farmacistja fillimisht deklaron se ky bar nuk jepet pa recetë siç shihet edhe në pamje, ajo në fund e ofron barin pa ndonjë dokument apo vlerësim mjekësor. Këtë fenomen e ka konfirmuar për kohën edhe Inspektorati Farmaceutik i Kosovës, i cili thekson se në fillim të këtij viti ka gjetur disa shkelje në dhënien e barnave pa recetë dhe 173 shkelje të tjera nga farmacitë. Janë gjetur shkelje në 182 inspektime, si në 101 raste mungesë e stafit profesional në banatore. Në 68 raste janë gjetur produkte të paautorizuara për qarkullim në tregun e RKS-s, 9 raste për dhënie të produktit pa recetë mjekësore. Duke u nisur nga fakti se përqendrimi më i madh i subjekteve është në komunën e Prishtinës, ky fenomen është më i shprehur në regionin e Prishtinës si dhe në komunën e Mitrovicës. Sipas specialistës së mjekësisë Elvete Hyseni, bari me efekt të fortë qetësues është më i kërkuari i cili jepet pa recetë. Ajo tregon edhe pasojat që i ka ky ilaç i cili përdoret pa udhëzim të mjekut. Ka poste ka pi ka 2 ka 3 për minutë, edhe ka ndiku në divanuqe, plokshti, edhe humbje të orientimin. Edhe këtu, për shembull, këta që kanë përdor narkotik për para, edhe vinë do me në shkru pa rekomandim mjekut adekvat, për shembull fiziatrit, ose neurologut, ose psikiatrit, ose. Ky problem është ngritur së fundi edhe nga vetë Oda e farmacistëve të Kosovës, e cila e ka shprehur shqetësimin për rritjen e këtij fenomeni. Nën kryetari i Odës Astrid Haxhiaha në një deklaratë për kohën ka dhënë disa nga arsyet kryesore pse kjo praktikë po ndodh gjithnjë më shpesh. Mendojmë që shkaqet kryesore të dhënies së barnave pa recept të mjekut ndodh për shkak të mungesës së prezentës së farmacistit në barnatore, që shpeshherë zaventësohet prej ndonjë profesionisti tjetër shëndetësor. Pastaj mendojmë që faktori tjetër është edhe mungesa e recetës elektronike dhe mos funksionalizimi i SISH-it apo sistemit informativ shëndetësor. Haxhiaha ka kërkuar nga qytetarët të cilët hasin në kosoraste t'i lajmërojnë ato në inspektorat. E zyrtarët të inspektoratit farmaceutik kanë thënë se pos inspektimit, ata janë duke i monitoruar edhe shitjet online, ku janë evidentuar raste të shitjes së suplementeve pa kontroll të duhur, dhe se rastet sipas tyre janë përcjell për trajtim tek institucionet përkatëse.